Paralelisht në kuvend ka nisur punën edhe Komisioni për Reformën Zgjedhore. Lidhja mes dy komisioneve është e pashmangshme. Kjo pranohet edhe nga vetë politika, por pyetja është se cili komision është në funksion të tjetrit? Do bëhet një reformë territoriale për të shërbyer zgjedhjeve apo një reformë zgjedhore për të shërbyer qytetarëve në territor? Në fund të fundit, ku është pikë takimi i tyre? Tashmë ka vënë si pjesë element të rëndësishme të platformës është dhe diskutimi me gjithë palët për të parë një mundësi të një ndryshimi më të qëndësishëm të disa elementeve kushtetuese që lidhen me mënyrën si funksionon parlamenti apo si funksionon elementi zgjedhor. Po këtë diskutimi i cili duhet bërë në komisionin tjetër, ku sigurisht pjesa e arsyes pse unë jam antar të komisionit tjetër është pikërisht të shohim pikat e mundshme të ndërlidhjes midis këtyre dy reformave, pasi ato janë dy komunikuese me njëra tjetrën. Gjithashtu zoti Gjiknuri që është kryetari i komisionit tjetër është antar në komisionin e reformës pikërisht për këtë arsye, për të siguruar që këto dy komisionet kenë një komunikim të ndërsjellët informacione me njëri tjetrin, për të siguruar që të kemi jo një, po në fakt dy reforma, të cilat nuk impaktojnë thjesht zgjedhjet e radhës, po impaktojnë në mënyrë sistematike një Shqipëri Europiane që është fakt objektiv. Normalisht kjo duhet jetë logjika që të rishikohen paralelisht, por ne t'ja lëm kohës këtë.